Në selin qendrore të Partisë Socialiste ka nisur Akademia Politike e Deputetëve të Rinj, një program trajnimi intensiv që do të zgjasë deri në fund të muajit korrik. Ky trajnim vjen pas zgjedhjeve të 11 majit dhe përfshin 39 nga 54 deputetë të rinj të Partisë Socialiste, të cilët nuk kanë ushtruar më parë detyra në poste drejtuese si ministra, zëvendësministra apo kryetar bashkie. Punimet e akademisë u çelën nga kryeministri Edi Rama një ditë përpara 34 vjetorit të themelimit të Partisë Socialiste. Leksioni i parë i mbajtur në ambientet e kryeministrisë u përqendrua në rëndësinë e përfaqësimit politik dhe etikën e angazhimit publik në funksionin e deputetëve. Gjatë ditës së sotme, ligjërues është Fatmir Xhafa, i cili trajton temën roli i deputetit dhe etika e përfaqësimit, ndërsa më vonë do të ndjekin leksionin nga ministri i mbrojtjes Niko Peleshi me temën roli i kryetarit të grupit parlamentar, ku do të theksohet rëndësia e koordinimit të brendshëm dhe unitetit politik. Erion Braçe do të jetë lektori i tretë për ditën e sotme me fokus tek ndërtimi i marrëdhënieve të qëndrueshme në zonat që deputetët përfaqësojnë. Secili leksion ka një kohë zgjatje prej 90 minutash dhe synon të përgatisë deputetët për sfidat institucionale, politike dhe komunikative që i presin në mandatin 4 vjeçar në kuvend. Programi është strukturuar në fundjavë për të përshtatur agjendave individuale, ndërsa leksionet do të mbahen nga eksponent me përvojë të gjatë në jetën parlamentare dhe ekzekutive. Akademia shihet si një përpjekje për të injektuar profesionalizmin dhe etikën në radhët e reja të Partisë Socialiste dhe për të ndërtuar një bazë më të qëndrueshme për drejtimin e punëve legjislative në kuvendin e ardhshëm. Deputetët e rinj e shohin këtë nismë si një mundësi për të mësuar nga përvoja dhe për të ndërtuar rrjete bashkëpunimi me kolegët e rinj dhe me figurat me peshë brenda partisë. Në javët në vijim në akademi pritet të ligjërohet dhe ish kryetari i kuvendit, drejtuesi i dikurshëm i grupit parlamentar, si dhe ekspert të çështjeve legjislative dhe të komunikimit politik.